Që të kesh standardin për të rrëzuar një qeveri të korruptuar, ti minimalisht nuk duhet jesh i korruptuar vetë. Nuk duhet jesh i pandehur vetë. Dhe pa diskutim, arsyeja pse Rama sot është në pushtet është pikërisht sepse atë protestë e drejton Sali Berisha, pasi qeveria e Ramës xha ka rënë. E vetmja gjë që duhet është të jetë populli, masa për kauzën dhe të jenë qëndrestar për demokracinë, por mbi të gjitha për zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Por këtë kauzë nuk e udhëheq dot Sali Berisha, pasi Sali Berishës i mungon kauza morale. Një korruptuar nuk mund t'i bëj moral një të korruptuar, një qeveri të korruptuar, sepse ti zotri je non grata nga 2 shtetet më të mëdha partnere të Shqipërisë. Ti nuk mund ta prish Partinë Demokratike në fitore, pasi gjithë trajektoria e asaj çka sot përfaqëson Sali Berisha është vetëm interesi i tij privat dhe personal.